Sot. Faleminderit shumë. Jeni mirë? Mirë, faleminderit. Po Shpresoj që në vikend. Po, a dhe sot pushim? Po sot kam pushim. Është një ditë shumë e veçantë për mua, kam ditëlindjen. Hajde, urime. Po pres musafirët, sigurisht për ora 17 vinë, se këtu është ditë pune, orari i ngarkum. Okej, pe feston? Po festojmë, edhe pse vitet po ecin, prap duhet festohet. Happy birthday to you. E kemi na imi shikues të rregull, dëgjues të rregull. Qysh mos me auru? Happy birthday. Jetë gjatë lumtur na me shëndet edhe urrëthov çdo herë prej njerëzve. Faleminderit shumë. Dashur njerëzve që ti ki qef me kalu kohë me ta. Faleminderit shumë. A e ke marrë pushim veç për ditëlindja? Po, orarën e punës zakonisht e punoj vetë. Qysh të kohën dhe nani koordinon, super, ani, mirë shumë. Sa i përket temës na jem? Po, për sa i përket temës, sigurisht gjatë jetës kemi marrë këshillat të ndryshme nga prindrit, e një ndër këshillat që unë mbaj në mend, këshilla e babait ishte që të përcjell rrugën dhe dëshirën time gjatë shkollimit. Edhe kjo ja ka vleft. Pse çfarë dëshire, çfarë rrugë ka pas babaj? Kjo po më duket më shumë si lloj amaneti. Jo, ai gjithmonë ka pas dëshirë që unë të kyçem në sektorin e shëndetësisë. Okej. Gjithmonë ka qenë kështu dëshira tina të bëm një mjek. Mirë, po lufta, kriza se i takoj gjeneratës viteve 90-ta, pse isha në studime, është ndërprer, mirë, po këtë dëshire vazhdova këtu në Gjermani, ma ofroj shtetit Gjermanisë shkollimin tutje, vërtet, sa mirë po më vjen. Dhe tash jam shumë i lumtur. Sigurisht shpresoj që i ki prind mirë, shnosh, e kam pa që ti... Po, nënën e kam ende të gjallë, babaj mjerisht ka vdekur gjatë koronës, po jetë është e tillë. Po më vjen keq. Po e ka pa, Naimin që ka ecë asaj rrugës, cilën veç e ka këshillu babaj. Po sot në cilin departament mjekësisë? Unë sot punoj në departamentin e neurologjisë këtu në Mainz, është në Gjermani. Okej. Çka bën më saktësisht Naimi aty? Unale? Çka bën më saktësisht aty Naimi? Po, është një sektor i vogël në kuadër të një reparti intensiv. Okej. Po, është zakonisht jemi me specializuar për infraktet e trurit. Okej. Këto është e pika ime kyçe. Okej, në rregull na jem. Faleminderit.